sa raste ka, po sigurisht që ka raste që janë evidentuar që kanë pasur aksidente, si me marrje jete, ashtu dhe rastet e betonierëve, të mjeteve të rënda, të cilët e kanë të përcaktuar në rregulloren e bashkisë, ora kur do të hyjnë dhe ora kur ata do të futen në qytet. Shpeshherë ka treguar që edhe forcat e bashkisë, policia bashkiake, nuk ka pasur, apo policia e shtetit nuk ka pasur mundësi të ndalojë këto raste të cilët kanë shkaktuar dhe aksidente, sidomos ke vijat e bardha, po dhe brenda vijave, brenda zonës urbane. Dhe raste të tjera të cilët për arsye alkolike, përdorimit lëndë narkotike, apo euforisë që vjen nëpërmjet mjeteve, kanë krijuar këto pasoja dhe kjo ka një sjellje e cila përveç aksidentit nuk kemi faktin që çfarë masash janë marrë. Për shembull, mund vendosen dhe tek vijat e bardha format e kontrollit si janë ushtruar disa herë, kanë vite pa i aplikuar, ku punonjës civil mund të jenë dhe duke të rinë të evidentojnë. Pra, në distancë mund të rinë forcat e sigurisë me uniform, në afërsi tyre mund të jenë njerëz civil, pra brenda policisë shtetit, në mënyrë të tillë që të raportojnë targën, ta filmojnë dhe të kenë mundësi ta bëjnë këtë gjë. Nëse kjo gjë do të ndodhi, mos jenë rrjetet sociale që të ekspozojnë problemin, por të jenë vetë forcat e policisë që të ekspozojnë të gjitha rastet e shkeljeve, patjetër që kjo do të jetë një fushat që do të ndikojë pozitivisht për gjithë ata persona të cilët mund edhe shkelin, po themi këto rregulla të bashkëjetesës në qytet. Flasim për rregullat e sigurimit, për rregullat e kontrollit për vijat e bardha, por edhe për semaforët. Shpeshherë kemi edhe hyrje në semaforët kuq, shkeljet e semaforit kuq, por këtu do të jenë kamerat inteligjente që mos jenë dorë të burimeve njerëzore të policit, por do të jenë kamerat inteligjente. Sa raste kemi që filmon kamera në momentin që regjistrimi fillon, në momentin e ndezjes së semaforit kuq, dhe këto të gjitha të jenë të evidentuara dhe të kemi ndëshkim. Dhe kjo masat të ndëshkimit vjen mbi bazën e kodit dhe mbi bazën e kodit pastaj të kemi dhe informacion publik që duhet ndikojë se në mënyrë masave është dhe edukimi. Po, sa rëndësishme është që vetë qytetarët të edukohen në lidhje me kodin rrugor. Dua të përmend këtu edhe sa rëndësishme është që pse jo të futet mbase një lëndë për sigurinë rrugore në shkollë që fëmijët ta kenë atë edukatën që të vegjël, pra për të kuptuar rrugën, rrezikun e rrugës. Kjo është një punë e bërë tashmë edhe nga vetë policia e shtetit, sepse ka kontakte edhe në shkolla ku punonjës të policisë të shtetit, kryesisht të qarkullimit rrugor, pra të policisë rrugore, kanë her pas here takime në shkolla dhe bëjnë lëndë ose japin leksione apo bëjnë lëndë demonstrative qoftë edhe në rrugë për mënyrën se si duhet kalojnë në vijat e bardha. Shpeshherë janë punonjës të policisë, të cilët bashkë me fëmijët bëjnë shoqërimin e tyre në mënyrë të tillë që të ndihet kjo lloj mënyre për gjeneratën. Por kjo është shumë e thjeshtë.